Faleminderit kryetar Konjufsa, të nderuar deputet, anëtar të kabinetit qeveritar, të dashur qytetar. Me 22 mars të vitit 2021, kur e filluam këtë mandat qeverisës, politikën e jashtme të Republikës Kosovës e patëm gjetur në një gjendje shumë të vështirë. Nuk kishte qasit barabart në raport të Republikës Kosovës në bashkëpunimet rajonale e në marrëdhëniet bilaterale. Nuk kishte asë një përgatitje për aplikim për antarësim në organizatën ndërkombëtare. Nuk kishte asë një analizë e strategji për vendosjen e marrëdhënieve me shtetet që ende nuk na kanë njohur. E institucionet e politikës së jashtme, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe shërbimi i jashtëm ishin në një gjendje të rënduar me mungesë ambasadorësh në vende partnere e me mbi 50% të shefëve të misioneve nga çelësi politik, gjë që përbënte shkelje të ligjit për shërbimin e jashtëm. Pas një viti, kemi një situatë rrënjësisht tjetër. Republika e Kosovës ka një përfaqësim dinjitos dhe ka shkëputur shërbimin e jashtëm nga inferioriteti i qeverisjeve të kaluara në skenën ndërkombëtare. Kemi intensifikuar dhe thelluar raportet me partnerët tonë. Kosova ishte pjesëmarrëse dhe nikoqire e ushtrimeve ushtarake të NATO-s Defender Europe 21. I dolim në ndihmë partnerit tonë kryesor Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke strehuar 1429 refugjat afgan dhe i kemi hapur dyert për 5000 refugjat dhe 20 gazetar Ukrainës, duke rrështuar njëkohësisht me të gjitha masat e ndërmarra nga vendet demokratike në raport me Federatën Ruse dhe me Bielorusi. Diplomacia merr forma të ndryshme varësisht nga nevojat e kohës. Në gjysmën e dytë të vitit 2020 dhe gjysmën e parë të vitit 2021, impenjimi kryesor i diplomacisë botërore ishte angazhimi për sigurimin e vaksinave anti-Covid. Por Kosova e humbi gjysmën e dytë të vitit 2020 dhe 2 muajt e parë të vitit 2021, sepse qeveria e kaluar nuk ishte angazhuar në arenën ndërkombëtare për të siguruar vaksina për qytetarët e saj. Qeveria jonë që nga dita e parë u angazhua në këtë drejtim dhe nëpërmjet diplomacisë dhe ky angazhim doli të jetë i suksesshëm. Partnerët tonë me theks të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian na dolën në ndihmë dhe në kombinim me suksesin e Ministrisë së Shëndetësisë për sigurimin e kontratës për furnizim me vaksina dhe administrimin e suksesshëm të tyre, sot kemi përqindjen më të ulët të vdekjeve në rajon dhe përqindjen më të lartë të vaksinimit. Për herë të parë, Republika e Kosovës u ul si palë e barabartë në tavolinën e dialogut me Beogradin në Bruksel. Në përputhje me interesat e vendit e në linjë me qëndrimin e presidentit Biden, e kthyem dialogun nga takimet e fshehta për ndarjen territoriale të Kosovës dhe përfshirjen e Serbisë si hisedare në burimet tona natyrore në një proces transparent që e ka njohjen reciproke në qendër të saj. Qëndrimi ynë parimor në këtë proces ka bërë që dhe vetë zyrtarët e Bashkimit Evropian ta thonë publikisht dhe për herë të parë se dialogu nuk ka të bëjë me statusin e Kosovës, por me normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë mënyrë, Serbia është qarmatosur nga argumenti i saj kryesor në luftën e saj diplomatike kundër Republikës së Kosovës. Kemi realizuar një numër të konsiderueshëm të vizitave bilaterale e kemi marrë pjesë në shumë organizime multilaterale në të cilat e kemi përfaqësuar dhe promovuar Republikën e Kosovës duke bërë të njohura përparimet që ajo po i përjeton nga qeverisja jonë progresiste. Kishim numër rekord të vizitave zyrtare bilaterale të përfaqësuesve të lartë të shteteve partnere. Mbajtëm takime të ndara me qeverinë e Republikës së Shqipërisë dhe qeverinë e Republikës së Maqedonisë Veriore. Do t'i përsërisim për të vazhduar në këtë vit, shpresojmë përveç se me Shqipërinë e me Maqedoninë e Veriut nga vendet fqinje edhe me Malën e Zi. Për më tepër, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e ka rikthyer në vëmendje edhe praktikën e konsultimeve politike mes ministrive të jashtme. Një numër i tyre u realizuan vitin që shkoi e si vjet që nga shkurti kanë filluar të realizohen të rejat, me Turqinë për herë të parë në nivel të zëvendësministrave.
E tërë kjo ka rezultuar me zgjerim dhe thellim të marrëdhënieve diplomatike me një numër të madh të vendeve, duke nënshkruar 85 marrëveshje ndërkombëtare të karaktereve të ndryshme, pra marrëveshje ndërkombëtare dhe marrëveshje teknike. MPJD-ja ka përpiluar strategji për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me shtetet me të cilët ende nuk kemi. Zbatimi i kësaj strategjie ka pamundësuar suksesin e të ashtu quajturës fushat të çnjohjeve të Serbisë, e cila nga 4 shtatori vitit 2020 deri me 4 shtator të vitit 2021 ka bërë fushat në mbi 30 shtete dhe nga 5 shtatori vitit 2021 deri më sot ka bërë fushat në rreth 20 shtete, por pa sukses. Përkundrazi, Republika e Kosovës ka filluar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me vende të reja, siç ishte rasti me Timorin Lindor. Por gjithashtu kemi parafruar raportet me një numër të konsiderueshëm të vendeve të cilat ende nuk na kanë njohur. Kemi filluar përgatitjet për aplikim për antarësim në organizata ndërkombëtare. Tashmë kemi bërë të ditur publikisht se si vjet do të aplikojmë për antarësim në Bashkimin Evropian. Secili qytetar i Republikës Kosovës duhet ta ketë të drejtën të ankohet në instanca gjyqësore më të larta ndërkombëtare, kur është i pakënaqur me verdiktin e drejtësisë në vendin tonë. Prandaj bëhet e natyrshme dhe e domosdoshme që të aplikojmë edhe në Këshillin e Evropës. Të qenit antar në këtë organizatë të rëndësishme, mbi të gjitha është nevojë dhe e drejtë për qytetarët tonë. Për këtë proces, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës është në fazë të përparuar të përgatitjes dhe do të bashkërendohet ngushtë me kuvendin dhe shoqërinë civile. Siguria është tema kyçe, jo vetëm e shtetit tonë dhe rajonit tonë. Për këtë arsye, parafrimi sa më i shpejt me NATO-n me synimin përfundimtar të antarësimit të plotë është një detyrë e rëndësishme e jona. Në këtë kontekst, ne kemi krijuar një grup ndërinstitucional në nivelin politik, i cili ndërton strategjinë për antarësim në mekanizma rajonale ndërkombëtar të sigurisë. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës po koordinon të gjitha ministritë për proceset antarësimit në organizata rajonale ndërkombëtare që janë me interes për sektoret të cilët ato i përfaqësojnë. Për gjatë gjithë kësaj kohe, është realizuar edhe reformimi e ristrukturimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Me propozimin e ministres Gërvalla, unë kam nënshkruar një rregullore të re, e cila e ristrukturon ministrinë duke përfunduar fuzionimin me ish-ministrinë e Diasporës dhe investimeve strategjike dhe duke e bërë strukturën më efikase. Nuk do të ketë më departamente të cilat me 5 zyrtar detyrohen të mbulojnë mbi 150 shtete. Departamenti për marrëdhënie dypalshe ka mbuluar 156 shtete me 5 zyrtar. Struktura e MPJD-s do të ketë një mbulim të karakterit gjeografik në mënyrë që të kemi politika më të sakta për secilin vend e të njëjtën kohë të përgatisin kuadrot të specializuara për gjeografi të caktuara. E kur jemi te kuadrot e specializuara, më duhet ta përmend edhe marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku për herë të parë Republika e Kosovës mund të dërgoj diplomatët e saj që të angazhohen në Departamentin e Shtetit dhe të përgatiten nga përvoja dhe njohuritë e diplomacisë amerikane. Një diplomate është tashmë në Departamentin e Shtetit për 18 muaj dhe një tjetër do të shkojë brenda 2 muajve të ardhshëm. Kemi emëruar ambasadorët thuajse në gjitha vendet në të cilët kishte mungesa më parë, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar dhe Japoninë. Turqia është në pritje të agremanit, po ashtu Maqedonia Veriore në pritje të agremanit, mandej Tajlanda, Bullgaria, Izraeli dhe Senegali me të ngarkuar me punë. Ky institucion ende rregullohet me ligjet e vendosura në kohën kur është themeluar. Shumë gjëra kanë ndryshuar që nga ajo kohë dhe realiteti gjeopolitik gjithsesi nuk është më i njëjtë. Qeverisjet e kaluara kanë punuar për 10 vite për ligjin e ri për shërbimin e jashtëm, por pa sukses. Ne jemi duke përfunduar draftin e ligjit të ri dhe së shpejti Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe shërbimi i jashtëm do të funksionojnë me ligje e rregullore të cilat i përputhen përgatitjes së saj dhe i përgjigjen nevojave të kohës. Gjithashtu këtë ditë do të filloj puna edhe për përpilimin e strategjisë për politikën e jashtme.
Në të njëjtën kohë, jam i lumtur që po vendoset ligjshmëria në MPJD dhe shërbimin e jashtëm. Ne kemi ndërhyrë për ta korrigjuar gjendjen e jashtëligjshme, ku kishim mbi 50% të shefave të misioneve politik dhe sot kemi vetëm 24% të emëruar politik, edhe pse ligji na mundson të kemi deri në 50%. E kemi gjetur me më shumë se gjysmën me çelës politik, e sot nuk jena as çereku. Donse mund të jetë deri te gjysmë. Ky është ndryshim tektonik në shërbimin e jashtëm në Republikën e Kosovës, gjithsesi për të mirë. Konzujt e përgjithshëm politik dhe të emëruarit e të punësuarit e tjerë të jashtëligjshëm po lirohen nga detyra dhe në vend të tyre po angazhohen diplomatët e karrierës. Pa shtet të drejtë ligjor nuk mund të kemi zhvillim e progres. E shtetin e së drejtës nuk mund të përfaqësojnë ata që statusin e kanë të jashtëligjshëm. Ministri Agërvalla, kabineti i saj dhe të gjithë shërbyesit civil po angazhohen për vendosjen e ligjshmërisë dhe kthimin e profesionalizmit dhe dinjitetit të MPJD-s dhe shërbimit jashtëm. Ata po bëjnë një punë të rëndësishme për vendin dhe për këtë e kanë mbështetjen time të plot e të parezervë. Ju falenderoj.